spundur nga një opinion i saj Shamia në një të përditshme apo jo. Zonjusha Daci, si e shikoni vënien e Shamis? Para së gjithashtu unë do t'i përshëndesja të gjithë të ftuarit e kësaj studiojo, aq më tepër përfaqësuesit e komunitetit musliman, do doja ta theksoja që në fillim që është shenjë e emancipimit dhe asaj që unë besoj që vjen prej filozofisë së Islamit. Shkrimi në fakt i ka thënë të gjitha, unë mendoj se debati është i tepërt, në kuptimin që nuk ka pse të ketë debat për Shamin. E vërteta është se në shoqërinë shqiptare ka deformime në atë se çfarë ndjek shoqëria shqiptare. Debati për Shamin, për mendimin tim, nuk shpreh ndonjë kontradikt fetare, nuk shpreh as ndonjë kontradikt kulturore. Debati për Shamin, sipas meje, ishte një mitim i shëmtuar i asaj që po ndodhte në vendet perëndimore, i mitim i shëmtuar për faktin se vendet e tjera kanë një filozofi të caktuar për momentin, ka një paragjykim të justifikueshëm, do të thosha në thonjza, për shkak të luftës kundër terrorizmit dhe për shkak të sulmit që i bëhet në përgjithësi Islamit për atë që ai mbart fundamentalizmin. Por gjithsesi unë kam thënë që fundamentalizmi është ndoshta një pjesë përbërëse ose ekses, ashtu siç është edhe inkuizicioni tek të krishterët. Dhe kjo do të thotë që nëse do të paragjykojmë Islamin për këtë, atëherë do të paragjykojmë edhe të krishterët për ato kusuret e tyre të mëparshme që janë shënuar me faqe të zeza në histori. Qartë, duke pritur që ta vazhdoni